Mirëmbrëma, shikues të Majtas jo djathtas, po jemi bashkë edhe në një javë të re. Është java ma dinamike e vitit, sepse është javë e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Dy sene që i karakterizojnë javë të tilla janë statuset në Facebook të ndëruar meq, kur bëhet njoftimi për kandidim dhe për aktivitetet e ndryshme që i kanë kandidat për deputet, edhe e dyta është që folet shumë për terrenin, për kontaktet me njerëz, takimet, tubimet. Unë sot në këtë javë zgjedhore, elektorale, e kom ftu një njeri që njihet si njeri i terrenit, bile i ka pasur edhe nufka tjera, besoj po e keni qartë që e kom fjalën për krenar Xhaferin. Mirë se vjen, zoti Xhaferi. Tung Shkodran ty dhe gjithë ata që përna përcjellin tani. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, deputet që nuk arrite si gjithë të tjerët për 9 muaj e ma shumë, me zotru foltore në kuvendit, se si u lanë, po më duket, po kandidon për herë dytë. Realisht unë Shkodran vi prej komunës Prishtinës, kam qenë drejtër investimeve kapitale. Që aty të kam jetë Nofka. Nofka më kam jetë prej terrenit, e du terrenin, shumicën e kohës, me thënë drejtën lëvizin kam, i du ato kontaktet me njerë, sepse ato të mushin, realisht të frymëzojnë është edhe më shumë e punu, edhe pastaj prej kësaj dinamikës të madhe, në drejtëri, muj me thonë dikon 700 thirrje në kondit, kontakte tjarë zakonshme, kam kalu në pjesën e kuvendit, në një qetësi komplet, pastaj një vjetë pa realisht në këtë situatë cilën gjithë e dim çfarë situatë e kalum, po më ka mungu kjo pjesa e terrenit edhe me nëzis për pres me përmbyll pjesën e këtyne zgjedhjeve, edhe po besoj që Kosova ka nevojë për njerëz terrenit, ka nevojë që me ju përvesh punës, shpesh po them që ka nevojë për ata njerëz punëtor, cilët din me punu, nuk pritojnë me punu, që me ndryshu rrjedhën e punës këtu. Domthon me lënë pak këtë pjesën filozofike dhe abstrakte që zakonisht politikantë në Kosovë e kanë qef, po me ju përvesh punës, edhe na e kemi na terrenin e masi me metër, e në politik zakonisht matët me fjale. Këto fjalët kërkon nuk po matën as me metër, as me centimetër. Domthon, je gati me kravatën mas 28-it? E kom po edhe një vit do, thash jam shumë i gatshëm, edhe me shumë qef, e kam pasion pjesën e terrenit, në infrastrukturë kam punu jashtëzakonisht shumë, edhe muj me thonë në krejt projektet ma të rëndësishme të Prishtinës ku marrë pjesë. Do më thonë niko si drejtor, pastaj si inxhinier, do më thonë projektet ma të rëndësishme që jënë bëhen Prishtinë, jënë kohën pjesë aktive, e normalisht një ndër prioritetet e mia kryesore, si me thonë ka me qenë unaza e Prishtinës, sepse tonë këtë kolon që po e përjetojmë Prishtinë nuk ka kuptim kur unaza përmbyllet, është 28 km me 8 hyrje dalit saj, edhe një kyçe të veçantë në autostradë që e kyç Prishtinën me mshirin, pra një kyçe 3, unë kujtoj që çatëherë një farforme edhe njeriu e përmbyll edhe misionin e vet. Zakonisht na jemi mësuar me politikanë që tonë jetën e vet e kanë politik, po unë kujtoj që misioni unë jam inxhinier me profesion, do të ishte me i përmbyll projektet jetike të cilat i kemi, edhe pa asnjë problem i kthejna profesionit tem, sepse këto e kam pasion. Kush ka lënë Nofkën bageri i Prishtinës? Po Nofkën e ka bo Vebio për herë të parë, Kajtazi, po tani e kanë përmend shumë të tjerë, edhe me thonë drejtën edhe njeriu i terrenit, edhe buldozheri i Prishtinës u konë që kjo u konë Nofka. Nështë në natyrën tem, unë jam shumë i qetë, po kështu në dinamikën e punës e kam jashtëzakonisht madhe, e ky termi kur thëshin buldozheri i Prishtinës, nështë natyra, kështu e jashtme, me këtë pjesën e buldozherit njerëz kanë thonë ka dalë se po të na, unë menoj që du të mjë këthy punës, du të me matë realisht performancën tonë me punë. Mos më konë ma performancë, a kina është ta politikanë të na që nuk e majmë men për një punë konkrete cilën e kam përbyllë. Unë menoj që edhe votust në Kosovë ka nevoj me votu njerës cilët me të vërtet kanë lonë gjurëm, kanë lonë punë, e ka njerëz të tillë, e unë kujtoj që këta ne du të me i shty, sepse mas shumë të tash kemi nevoj për këta njerëz të punës, cilët pak folin, për në realitet punojnë jashtëzakonisht shumë.
Krenar, ki edhe një lidhje emocionale me Prishtinën. Sigurisht ta jap e kaluara, nëse nuk gaboj, në shtëpit e juaja është majtë mësim në kohërat e vështira, po flasim për vitet e 90-ta. Ç'është është kjo histori se si me thonë, e di që ka shumë familje nëpër Kosovë, po e di gjithashtu që është një farë procesi që s'ka qenë i lehtë me ndodhë në qatë ku. E di unë babën, realisht tash është dikun 78 vjetë, ka qenë profesor i Universitetit Prishtinës, edhe normalisht atëherë në fakultet ndërtimtarisë ka dhonë mësim edhe të makinerisë. Atëherë kur i larguam prej shtëpive shkolla, u dosh fillimisht me lshu shtëpinë e vet. Ne kemi pas komplet një kat për dekanatin e fakultetit makinerisë. Baba ka dhënë mësim po të njëjtin vend, do të thënë kemi jetuar në katin e dytë, tretë në lagjën Arbëria, në katin e parë ka dhënë mësim, në një pjesë aty kanë qenë zyret e degës 4, pra nga 90-ta deri në 2002-ën, dega 4 është pjesa më e madhe e Prishtinës, me thonë, edhe janë marrë 2 palë zgjedhje në shtëpinë tonë, ka qenë një shtëpi me aktivitete të jashtëzakonshme. Secili e kemi pas në rolin tonë. Unë e mojnë men, ndoshta me 10 raste, unë kujtohet Shkodran e kemi pas telefonin në kat dytë, edhe në katë parë ka qenë, po kur thërshin studentat jashtë orarit punës, kur nuk ish dikush, ne kemi pas obligim me u përgjigj, me këshyr një student i cili ka qenë pej, me këshyra e ka dhënë provimin apo jo, kum dal jashtë, nështë me 10 herë brenda ditës, për mas shtëpis, me këshyra e ka dhënë provimin Shkodrani për shembull, edhe me prit kur Shkodrani thirr prap, edhe me ju lajmëru, me thonë Shkodran urime e ke dhënë provimin, ose alo se ka qitë, ose edhe kërkesa tjera cilat kanë qenë studentëve, sepse ka qenë vështirë atëherë me udhtu, normalisht që kanë pas vështirë studentët edhe saj përket policisë, edhe saj përket ndjekjes cilat kanë qenë, e kështu që ka qenë të në kohën, si me thonë, një farë dinamike në shtëpit që se cili që e mon lagjën Arbëria, e mon men shtëpine profesor Xhafer Xhaferit që u konë shtëpia me mas shumë të aktivitete në atë pjesë. Sigurisht memoria e interesante, po një pjesë të memoriës të 90-ta më duket e ke sjellë përmes një libri. Tash s'dia marrë me thonë që se kom lexu librin, po a mundesh me na tregu ma konkretisht për çka bëhet fjalë? Po, librin, une periudhën e viteve 90 e kam unike Shkodran. Unë kujtoj që është periudha ma unike e popullit tonë, sepse na zakonisht fitojmë kur jemi bashkë. Do më dhënë, kur si popull koncentrojmë energjit për marë, atëherë realisht ne fitojmë, edhe nështë ta hera parë që kemi pas sukses u konë ajo energji e viteve 90-ta. Do më thënë, me shëndru komplet një sistem paralel, prej sistemit që u konë normalisht vështiru do shumë ideal, e njerëz kanë derë shumë ideal në atë pjesë, edhe pikresht ajo periudhe viteve 90-ta është përshkru prej këndvështrimit tem, unë atëherë, unë jam 83 me vetë, do më thënë i bjen 9 deri 15 vjetë dikon ajo periudhe është përshkru prej këndvështrimit tem, po për me plotsu libren, ka marrë rrëfime të ndryshme. Për shembull, një ndërtar Zejnullah Alilit që tër jetën e vet ka punu një ndër shkrimtarët më të mirë për fëmijë që kemi, ka punu si redaktor, ka qenë intelektual i jashtëzakonshëm, u dosht me dal me shit libra në vitet e 90-ta për me mbjetu Shkodran, edhe komplet bibliotekën e vet e ka shit deri, si me thonë, librin e fundit për me mbjetu komplet familja e tij, që secila familje ka pas vështirësi të tilla, pra nga një intelektual u dosht dikush me dal në treg, dikush me mbjetu, edhe ka qenë periudhë vështirë. E kemi Reshat Maliqin, i cili ka qenë drejtori i policisë Kosovës pas luftës, edhe me thonë drejtën unë përveç rrëfimit unë e kom marrë edhe një biografi të secilit, sepse pas luftës secili ka pas sukseset jashtëzakonshme dhe imagjinoje për një moment ka pështu, sepse ka mujt komplet ai sukses mu shu nëse rrjedhat kishin qenë të këqija. Te Reshati ka qenë në burg në 92-ën, përshkruhet periudha e burgut, dhe në kohë bombardimeve ka qenë po ashtu në burg. Domethënë vështirësitë atëherë është liru në kohë bombardime dhe imagjinoje çfarë periudhe e vështirë një njeriu i cili nuk din as ka të orientohet. E kemi periudhën tjetër që e kam përshkruar gazetarin Elamiun, i cili përshkruan kolonën,
në Lukar Makovc, ku realisht përshkruhet vrasjet cilat kanë ndodhur pikërisht në atë periudhë. Është një ushtar Petriti i cili përshkruan pjesën e Kotorrit Drenicës, pra prej studentit në Prishtinë detyrohet me u kthy sepse lufta në Drenicë merr formë dhe detyrohet me u kthy në rajonin e vet. Petriti fatkeqësisht i vdesin dy vllaznit të baba në luftë, pra një trishtim i madh i një studenti, edhe komplet përshkruan pastaj edhe pjesën e marrjes së armëve në Shqipni. Është komplet lufta e cila përshkruhet prej syve të Petritit dhe në fund përshkruhet prej Arsimaganit. Për herë të parë hyn me KFOR-in atëherë nga Maqedonia në Kosovë, edhe imagjinoje Shkodran është kjo ajo që në vitet e 90-ta i kanë largu prej televizionit, rilindjes komplet dhënshëm, edhe kthehet KFOR-i i largon komplet ata të cilët i kanë usurpuar ato institucione, e kjo dëshmon që njeriu megjithatë në jetën e vet duhet me menu racionalisht, duhet me menu marrë mirë, jo me menu prap sepse përkthehet dhe kthehet komplet historia. Edhe te rrëfimi im përshkruhet komplet pjesa viteve 90-ta, pra mbijetesa në cilën ne si familje kemi pas, pastaj edhe realisht kolonat cilat i kemi përjetu gjithë ne në Prishtinë. Një ndërtom kujtohet në një insert i vogël Shkodran, ishim në kolon prej komunës Prishtinës në drejtim të qafës, tytat e automatike të policëve të maskum, ne ishim kolon, nuk dinim as nga shkonim. Më kujtohet një serbe, atëherë çante, dikush qeshte, dikush për qeshte, por një rast më kujtohet që çante në një ballkon, edhe pe pës babën thash, pse po çan kjo, gjithë janë gëzushëm, dikush prej komuniteteve thynte shtëpi sepse gjithë ishin largu, tha po çan sepse sigurisht pas disa muajsh ajo do të merr këtë rrugtim. Edhe në të vërtet ndodhi ajo, sepse pas luftës shumica atyre që dëmtuan në Kosovë, ata morën rrugtimin për Serbi dhe normalisht që nuk mund të kthehen përderisa kanë bo viktima në këtë vend. E krejt kjo periudhë, Shkodran, unë kujtoj që do duhej na shërbente që ne të punojmë marrë, të punojmë mirë, të punojmë ndershëm, të kemi energji për punë të mira në këtë vend, sepse ky popull ka vujt. Edhe në kujtoj pikërisht për çatë arsye po them që në këtë vend do duhet votoheshin njerëz që kanë tregu rezultate. Për këtu matjet rezultateve matën. Nuk është që ne nuk mund t'i masim politikanë se cilët kanë kush çka ka bo. Tash unë kur i shoh në këto debate, tash që dalin shumica, po ku kanë qenë shumica këtyre politikanëve dhe para 6 muaj, sepse ne do të duhet të kishim kontinuitet qëndrimeve tona, jo të sulmojmë vetëm për vote, pastaj të kthehemi në një realitet tjetër. Për këtë arsye unë kujtoj që njerëz cilët kanë dhënë kontribut, do duhet të çmoheshin, do duhet të orientoheshin, sepse puna e tyre pastaj shihet edhe pas zgjedhjeve. Pëlqej shumë kjo memoria që e ki për Prishtinën, sidomos për vitet që janë dashta kështu vitet. Unë kam lind këtu edhe me vërtet shpesh kam thonë Shkodran për mos më ndërprej, kam thonë kur jam kon drejtor investimeve, kam thonë jam njeri me fat që LDK jam ka bo drejtor, edhe po muj me kontribu në qytetin tem ku unë jam rrit, edhe krejt energjinë e kum pas për punë. Ka njerë na gabojmë se njerëz jemi, ka njerë kemi pas shumë blokada prej nivelit qendrore, nuk e kuptoj edhe këtë pjesën e blokadës, sepse unë kujtoj që gjithë forcat tona, pavarësisht kush është PDK, VV, LDK, do të me konë në një energjit përbashkët për me zhvillu që të ven. Ne nuk guxojmë në të mirën e përgjithshme, nuk guxojmë me pas blokada në kuptimin e zhvillimit, sepse po ka dikush atje poshtë dhe hajde ta bllokojmë se s'ka ka në partinë tonë. Domethënë kjo logjik nuk do duhej me ndodh asnjëherë në këtë vend, edhe kudo që jam konë, edhe unë në nivel qendror kam qenë këshilltari Lumir Abdigjikut, sa kemi qenë Ministrinë e Infrastrukturës, muj me thonë shumë projekte të Prishtinës i kum çliru apo zhblloku prej nivelit qendror, sepse Prishtinën pavarësisht që ne qeverisnim poshtë, do duhej me pa zhvilluar, nuk guxojmë me pas mendsinë bllokuese në analt, hajde ta bllokojmë këta poshtë ose këta poshtë nuk mund me zhvillu sa janë këta nalë. Do më thënë kjo logjik do duhej me ra dhe na do duhej me marrë fond dhe do duhej forcat cilat punojnë këtë vend do duhej që të shtynin për para dhe jo mendësit politike cilat klasike menojnë për politikën edhe partinë e jo me menu për zhvillimin e vendit.
Gjithmonë Prishtina du të me qenë në prioritet për balë politikave ditore dhe kësaj konkurencës politike, po ajo që po doja me të pyet është që këtë lidhje me Prishtinën ta njoh pak, duket njoftë kështu edhe prej distance, po edhe përse afërmi kështu, po më intereson lidhja me LDK-n. Unë babën e kam themelues LDK-s. Se e di që është më e hershme se sa viteve të fundit. Po, unë babën e kam themelues LDK-s, realisht u kon një ndër 100 themelues të LDK-s që u kon të partë. Ka qenë shtëpia jon ka qenë burim, si me thonë, i pjesës më të madhe të Prishtinës, zyret i kanë pas në shtëpinë tonë Dragodan. Janë majtë zgjedhjet, do më thënë, i brymosën komplet me pjesën e aktiviteteve të viteve 90-ta. Në vitin 2002 aktivisht jam konë pjesë e strukturave të forumit rinor. Por kur nuk ka dhonë mundësia e aktiviteteve, si me thonë, pozicioneve politike për me dhonë kontributin tem në kësën. Së po thamë që kur, po ideja është që nuk u konë momentin, është ta për një aktivizim si që tani e kam, edhe me thonë të drejtën krejt energjin e kam për punë, sepse menoj që ky vend ka vujt mjaftushëm që na mos me pas më atë mendësin, do më thënë, aq kemi vujt si popull, sa nuk guxoj me menu që edhe këta tjertë me vujt sepse kemi vujt ne. Do më thënë, këtë logjik do duhet me nalë edhe për një me forcat e mira edhe me energjit mira do duhet mi shty për para. Unë jam i brymosën me LDK-n, as njerë s'kom votu si me thonë partitë të tjera, e mojnë me njëherë, Shkodran, e pa ta ndëshku LDK-n, e pa ta ndëshku, nuk ja kom vëdhon votën, për jo partive të tjera. Sepse u ko një momentum që ku menu që ka njerë du të me këfil, si me thonë, sepse edhe këto mendësi ka njerë du të me shërby për me këfil, për mrena ka njerë edhe mendësin mrena që zdo me thonë gjithmonë është mirë, por LDK-ja i ka shërby vendit jashtëzakonisht mirë. Kujtoj që LDK-ja ka një farë balanci në këtë farë veni. Shiqeri, presidenti Rugova në vitet 90 ka pas ma shumë meq që e kanë, sepse shtëpia, thot një thënje presidentit Rugova, shtëpia mbat me meq. Ajo thënje na shërben që ne du të mirujt meqt. Edhe pjesën e politikës unë e shoh si mrena shtëpis, njerëz që ruajnë meq, njerëz që kanë relacionet mira, atëherë gjithmonë ata janë ata që i shtyn proceset përpara. Ata njerëz që nuk ndërtojnë relacionet mira kanë vështirë sepse me të vërtet këto energjitë e mira do duhet me u bashkë për me shty procese. Vetëm një njeri nuk mund me shty procese pa u bë krejt bashkë. LDK-ja din mas mirë ti me bë këto, edhe në aspekt zhvillimit ekonomik, edhe në aspekt punëve kanë një ekip jashtëzakonisht mirë dhe pikërisht për këtë arsye, ndoshta edhe jam pjesë edhe asnjëherë nuk e kam ndru, si me thënë, qëndrimin edhe kam qenë stoik, me thonë, prej frymës Rrugoviane. Është edhe ka vazhda frymës Rrugoviane, se shpesh merr një sulme pikërisht në këtë pikë, sidomos prej disa LDK-isëve që e kanë braktis, le të themi, rrugën e njëjtë apo bashkë rrugtimin e njëjtë politik. Po shiqa, unë kujtoj që LDK-ja është vazhdimsi e LDK-s vjetër. Tash njerëz si Femi Agani, si Ibrahim Rugova, të vështire kejme i zavendësu edhe sot, nëse i shohim, janë të pa zavendësushëm kuptimin e mendësisë politike që kanë pas në atë periudhë. Do më thënë, ke pas dy kokat cilë të kanë udhëheq Kosovën, edhe asnjëherë s'kan pas, si me thonë, fërkimin, kuptimin, gjithmonë kanë qenë energjit përbashkëta për shtytjet proceseve. Njerëz të tillë, do më thënë, e ki vështirë sot me i zavendësu, do më thënë, LDK-ja ka vazhdimsinë e vet, ka njerëz të cilët kanë energji të mirë, qëre LDK-ja ka një demokraci të jashtëzakonshme. Do më thënë, LDK kryetarin ka njerë din me ndru, qysh e ka ndru edhe kryetarët e kalum, edhe u bë temë nacionale, do më thënë, edhe ka gardë demokratike, do më thënë, thjesht tash në parti tjera ka njerë për një det ndrohen, apo ka edhe në parti tjera që së ndrohen heq. Do më thënë, në LDK, realisht, gara është demokratike, forcat janë pavarësisht, unë mëj më konë pezojmë, ka njerë që janë kunder tash kryetarit aktual edhe mbjetojnë në politikë, ndërsa në partit të tjera nuk mbjetojnë edhe kjo është... Po, absolutisht, dhe kjo është pjesë e demokracisë, në këtë kuptimin e shoh LDK-n, ashtu siç ka qenë vitet e 90-ta, ashtu është e brymosur edhe në këtë periudhë në cilën jetë. Tu me la me vull shumë kështu seriozisht, se ke full boll gjatë fushatës, ki me full hala,
Po më intereson me ndo në i moment, se tash edhe si kandidat për deputet, bjen me kone për teren, kesh qenë edhe ma heret, a ka momente fani Prishtinë kontakte fshin ndër tani? Shiqa, unë kam shumë momente, me thonë të drejtën, sepse tereni ty ta jep një energji, si me thonë, mu m'jep frym, mu m'jep shumicën e kohës, Shkodrani thësha lem që du të rrethi, në ndërkohë vetura shkonte deri te një tetori, unë e të shanë teren, takojsha njerëz, i shisha problemet, edhe te një tetori u bashkojshëm e për me vazhdu tutje. E kam një moment interesant, besoj, edhe gjithmonë unë udhëhiqna prej asaj që Prishtina është e vogël. I një njerëz nuk i nevoj kur me u bo një tjetër njeri. Ti je qaj që je, edhe njerëz ja dojnë që shto, ja nuk ka nevoj Ja s'dojnë heq. Do më thonë edhe që kjo, isha, si me thonë, ishte deal, koha e mirë, Shkodran edhe Korriko apo Gushti, do banori kisha pritur në zyre një 7-8 herë, isha interesu për një rrugën B, e cila është asfaltu kohën e fundit, u ko një kontrat e vjetër edhe dësha me ngjallë, sepse rruga B jep frym, edhe rruga A jep frym komplet Prishtinës së Re. Edhe ata banori kisha taku e deshin ata energjin tem që e kum pas pozitive për mi shty projektet për para, edhe dealën isha vesh në Shorce me shok nxet, nështë edhe prej kësaj tanën dhe i të shtunën shumë angazhime, pak me liru vetën. Edhe po më thirin banor, ta na jena bo bashkë krejt, nuk muj mu bo gjdo dit, ti du të me na ardhë. Ta Shkodran, për një moment nuk i menova Shorcët, edhe për nisna dhe Shorcët i kisha pas, si me thonë, me 2-4 ora, si kur në deti me shku. Edhe për nisna, kur po shkoj Shkodran, i shkon një aqë me një kapel të bardhë, unë vend të marrë me dalë prej veturës, tash, edhin, qysh me dalë, qysh me i thonë, qka me i thonë, tash njerëz me gjithatë të veni vogël, po është një farë kulture edhe kur shkën të dikush, është një farë kulture minimale, adin e respektit, nështë edhe kur dola, thash qëre, ata që janë kon kravat, këtë rrugë s'kan mujt me qelë, të provojmë atë Shorcëve, edhe pe qelim. Arzetemi mirë, ama. Po, u kon në sekundë më ra, me të ndrejtën, edhe krejt keshën edhe mirë kuptun situatën, atë rrugë na i kemi prish 5-6 shtëpia, e kemi ndërtu rrugën, edhe u kon, si me thonë, unë menaj që kur punan, njerës nuk shojnë a jenë Shorce, a je, si me thonë, këmish, a majica, kravat, njerës ka nevoj për njerës cilët e mojnë fjallën, punojnë, angazhohen, gjithmonë nuk del, ka njerë edhe mrena shpis tonë dhe nuk del që shë planifikan, po energjia jote e mirë du të më konë edhe njeti i mirë që thojnë. Kër e ki njetin e mirë, gjithmonë gjindën ato energjit e mira dhe edhe njeri ka sukses pastaj. Pa i tona, me mujtë mi zhvesh për formalitetit politikan, do më onë është një farë beteje, kështu që e kësha morë me zhvillu në aspekt personal, kështu. Më menë me së cëllin veç e veç. Po. Një dimenzion tjetër që kum vrejt të ju të LDK-s, spjequj kështu brezi e Republikës, po të krejt LDK-ja, është që po kënane i shumë. Ju kum po Albanin, Zogajn, Sokal Havullin edhe ty të kum po. Edhe nuk besej që o mirë me lanë studion se të pak nudi shka. Për ndryshe këna një mirë të tretë, halas kom vendu si dhe ma mirë, po nështë një kitare e ke marrë me vetja? Orë, gitarën zakonisht e moj Shkodran në kerë, në GPK e kam, edhe... Hajde, Bjerna? Gitarën e moj zakonisht në kerë, në GPK, kur kemi, si me thonë, angazhime të përditshme dhe presion të madhë, realisht gitarja është e cila mu ma jep një farë qëtësie. Shkollën e ullët e kom kry për violin, fillimisht. Po, kam shku pastaj edhe për pjesën e harmonikës një ko gitarën. Krejt këto janë hobi, sepse, si me thonë, pjesa profesionale, jam inxhinier me profesion, e kom pas edhe një band gjatë studimeve që u konë inxhiniera, krejt jemi konë, patëm kënu në Top Fest, në shumë festivale, po krejt u konë kështu prej, si me thonë, vullnetit mirë, dëshirës mirë, që konë e lirë me pas. Tash, qëfar do kange, muj me kënu në zakonisht rokën e kam kështu që... Edhe muzika jam është vishë regullo mikrofonin të stoje? Po. Vesh ta shty Shkodran me qenë se jemi në këtë mundësi.
besoj që... Besoj që në rregull, veç që përkujdesu që edhe Monika të këndajsh. Po besoj që është mirë, thash. A e kënojmë erën, po menoj që është një kongë jashtëzakonisht e mirë edhe... E gjurmëve. Po. Gjurmet janë prej bendeve që i du ma shumë ti vendore, kështu që jemi krejt okej. Sa herë dëgjoj erën, nga largësia më delti, kujtimet mbulon mendjen, rënd qetem në vetmi, më duke të shoh ty, buzëqeshjen tënde dhe zërin tënd, mua mi shprenera, shikimin tënd, buzët e tua, mi shëndrit pran vera, më ec nga dale në përqell, si kur t'ishe zona. Duke të shoh ty, kurse kënan shkëdran shpesh edhe Ama kujdes se mas gjedhjeve ka mundësi që të me shpall fitusin. Në fakt, mos veçë se zonin pak e ki ngjyrën e Aleksandr Gjokës. Ose është... Kam thonë, shpesh e kam një kongë të Aleksandr Gjokës, që është jashtëzakonisht e mirë. Hajde një refren, paktën, se në është... Dimri. Po. Në jetën time, ka qenë një qas, kur unë për ty pata nevoj, të dua, gjeste fjallë, por ti pran meje më qëndroje, e kundër të ndodhi kelar, ato dimri të jetës ime, gjithmonë gëzime ndani bajnë, pse më ike, më braktise. Një kongë e jashtëzakonshme e Aleksandr Gjokës. Shumë e bukur. Le kitarin që aty, për ndryshe kështu thonë, shumë mirë me ditë me kënu, edhe mos mi qitë kongë lideri që shpo bojnë dhe dhe. Po. A ke po një me qatë kongë? E kum po, edhe po menoj që taktikisht e kam bo për mi ikë problemeve me cilat ne me reale, sepse problemet në këtë vend janë jashtëzakonisht mëdha, dhe këto pjesa politikës që përdor taktika, me thonë drejtën, mu nuk më pëlqen shkodran. Na kemi nevojë për punë edhe do të me punu. Në këtë vend, do më thonë, do të mjonal pjesa e populizmit, do të mjonal kjo logjik e cila njerëz nuk bojnë kur gjë, folin shumë, a realisht do më thënë nuk punojnë. Edhe unë në këtë pikë nuk pajtohem. Për shembull, na kemi me prejardhje jam prej Gjilanit, kom lind Prishtinë, e kemi një autostradë e cila, si me thonë, ka met aty ku e kemi lënë na kur jemi konë, si me thonë, është anë ministri, shumë pak është punu, edhe normalisht që unë kujtoj që puna të na du të me fillu me umat me metër shkodran, se kjo pjesa e fjallëve s'po ka metër, edhe në këtë kuptim unë kujtoj që du të me ndru këtë mendësi, du të me ndru e du të me këthy një orientimi tjetër, edhe të meqve, po edhe Euroatlantik, edhe zhvillimor për vendin. Pajtona, jemi krejt në fund, kisha dash kështu me morë si një mesazh për mbledhës, për këto që na pret këto ditë, për zgjedhjet. Po, unë kujtoj që është shumë e rëndësishme që
skena politike me undru. Me undru në kuptimin edhe të balancit forcave. LDK-ja, kur është në pushtet, e krijon balancin e forcave në politikë dhe krijon stabilitetin politik në vend. Për këtë arsye unë kujtoj që populli jonë mrena LDK-s prej 110-ve ka njerëz eksperta, njerëz të fushave të cilët mujnë me dhonë shumë vendit, edhe me u orientu në këtë pikë, sepse LDK-ja me këtë pjesën e balancit unë kujtoj që e qetë vendin prej kësaj krize politike. Ne nuk jemi në krizë politike që një vjetë, vetëm që një vjetë, ne jemi në krizë politike që 5 vjetë. Edhe unë kujtoj që pikrisht kjo mendësia që neve na vyn, besa edhe një diçka shkodran, edhe 50% me më thonë dikush LDK-ja me fitun s'kam qef, sepse na duhet me pas një logjik të përbashkët të komunikimit, sepse në fund ditës për mbyllen një proces zgjedhor, ulen njerëz komunikojnë, sepse kjo logjik e 50% qit u konë edhe në Shqipni në kohën e komunizmit, edhe nëse ja ndëgjojmë ne fjalt, atëherë bruto produkti vendor kemi të statistikat atëherë ketë janë kënd kënaqshëm, po ku ka qenë Shqipnia atëherë në krahasim me vendet e rajonit. Në të njëjtën pikë ne sot jemi. Shqipnia aspiron me hyrë në Bashkimin Evropian në 2029, ndërsa ne nuk jemi kërkon, jemi në sanksione ndërkombëtare, jemi të pezullum për dialogut strategjik. Këtij kryeministri nuk ju përshtatën as 4 kryeministra shqiptar që i patëm. Skena politike është shumë e tensionuar. Domethënë kjo logjik do duhej me ra, unë kujtoj që do duhej me fitu forcat që kanë logjik më racionale. Shiqani presidenti Rugova në periudat më të vështira të vendit, domethënë edhe në kohën e Rambujës, edhe në kohën e pavarësisë i ka bë bashk krejt, edhe kur janë bë bashk na kena fitu. Domethënë kjo logjik unë kujtoj që do duhej më kthy këtij vendi, edhe kjo logjik do duhej me fitu, sepse në të kundërtën ne kemi jo meç, edhe kemi jo zhvillim ekonomik, edhe kemi normalisht ikje të madhe të popullatës e cila ka ndodhur pikërisht në sytë e kësaj qeverie që e ka luftuar jashtëzakonisht shumë këtë mendësi. Krenar, unë duroj sukses shumë në rrugtimin tënë. Kam qef me pa sa ma shumë deputet që janë mendje hapur, që janë, si me thonë, tafërt me krejt qytetarët. Këto, po e thonë, pa gjyrime partijake, po flasë për secilës parti, sepse mendoj që secila parti kush më shumë e kush më pak i ka këta. Kështu që të uroj sukses. Uroj që me një shtetin prap me qenë aty ku e ke nisë në shkurt të këtij viti. Thashë njerë, me zi po pres, me e kravatën, e mi u përvesh punëve më të mëdha që presin shkadran vendin tonë, unaza e kryeqytetit, qendra klinike universitare, një investim jashtëzakonisht i madh që ka ndodhur vendit, edhe zhvillimi i komplet këtyre infrastrukturës e cila ka mbetë në gjys, pothuajse që s'ka. Faleminderit edhe një herë që nëpërmjet kësaj interviste ne realisht tham opinionin ton edhe për krejt qytetarët cilët po na ndëgjojnë. Faleminderit shumë, besoj që kemi më pa edhe herë të tjera. Juve sukses në kohën që ju kam betë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me kaq që përfundojmë. Për sonte deri herën tjetër, miropafshim.